Megjithatë, e di pse ngelem këtu sepse ka njerëz që bien depresion. Duke futur veten në këtë spiralen e kësaj zisë së vazhdueshme, të një shkak presioni, shkak pafuqie për ta kaluar vetë, fillon dhe kjo zia ju bëhet stil jetese, mënyrë jetese. Fillon ajo melankolia fillimisht, por që ajo pastaj kthehet në një apati që është shenjë depresioni dhe më pas bie në depresion. Çfarë duhet shmangur? Çfarë është diferenca mes një zie dhe vërtet që ka një kufi dhe të fillosh të jetosh? Të kuptoj shumë mirë. Unë mendoj që depresioni ka lidhje pasaj me çfarë kujtojmë ne. Kjo është gjithë problemi. Sa i quan ti veten fajtor në jetën tënde, se ti bën analiza dhe thua, pse ja bëra këtë të keqe? Pse e tratova këtu? Pse i ktheva përgjigje negative për diçka që kishte drejt? Se ti pastaj fillon merresh me ato nuk e ke më. Dhe ti je shumë e qetë për të bërë analiza. Po në qoftë se gjithkohon do ta kalosh dhe merresh me pendesa, normal që ti nuk mund të ecësh para. Unë për shembull, edhe kur më vinte një gjë e tillë, që më vinte keq për shembull për diçka që pse e merr gjithmonë këtë top me vete? Dhe ai vërtet merrte gjithmonë sepse e kishte pasioni, ishte marrë dhe me futboll në rinin e vet. Po pse kjo është e bukur? Po çfarë tani këtu me shpiset e lëviz, shkon këtej, shkon ande. Dhe kur e gjeta atë ditë që e kishte futur poshtë një tavolinë që mos më pengonte mua. Dhe ishin 2-3 ditët që e kisha humbur, dhe të bëhet sikur të ngul njeri një thik në zemër. Dhe pastaj e ka përcen, thua po mirë, por sa shumë gjëra më ka bërë ai ndje mund keq. E kupton, do me thënë, po të jetosh me gjithë të pendesa, ti nuk e çliron veten. Dakord. Tani, ose më fal, në kohën e Covidit shumë njerëz fajtonin veten, janë gjitha unë. Janë gjitha unë mamit, janë gjitha unë babit, janë gjitha unë partneri. Ajo ka qenë e tmerrshme, njerëzit u bën depresiv. Edhe në atë kohë më kanë shkruar shumë njerëz. Sepse unë dash edhe disa mesazhe në media, edhe për këtë thoja, si mund të mendosh që ja kam gjetur unë dhe ai di. Cili ishte thelbi këtyre mesazheve në atë kohë për shembull? Ja që kishte lidhje edhe me këtë. Unë nuk çlirohem dot sepse unë mendoj që ja kam gjetur unë.